jemi 2 ditë para fundit të afatit kushtetues. Kjo është një lloj ultimatumi tani i tij, pjesë e strategjisë tij, mos me e zgjedhë presidentit me dërgu vendin në zgjedhje, një kryeministër serioz, një kryetar partije i shumicës serioz, këtë ide do ta kishte dhënë ditën e parë. Pra nuk kishte shku duke nxjerrë gjëvaher, si po sjellët kështu nuk është në rregull, nuk është serioze, askush se Mercedes është si po hataj. Sa na përket ne aleancës, neve nuk e pas vullnet nuk bo pjesë e kësaj loje, po me udhëtar, mesetarët e vendit, me gjoja, negociata, diskutime, një kryetar qeverie që do ta kishte interes me zgjedhë presidentin, të që thotë sot, ka mujtë me thonë ditën e parë. Nuk kam tregu disa herë, kjo është një lojë realisht, lojë me Kosovë, kalli, mesetarë. Nuk janë këto oferte as kredibile, askush nuk e din se këto që i thotë ai zbaton, apo i ka vetëm në një mënyrë me evolue fajnë e tij për faktin që përdo me e që vendin zgjedhje.